Zbuloni ushqimet më të mira kundër simptomave të reumatizmit. Reumatizma është një sëmundje që prek më shumë se 20% të popullsisë së globit. Për fat të keq, shkencëtarët nuk kanë zbuluar ende asnjë trajtim efikas apo medikament kundër kësaj sëmundje që prek gjymtyrët, sidoqoftë. Disa prej studimeve më të veçanta mbi këtë sëmundje, të cilave u referohet, tregojnë se ushqimet e duhura në kombinim me një aktivitet të moderuar fizik janë kura më e mirë për njerëzit që vuajnë nga artriti. Hapa domethënës kundër artritit. Rënja në peshë dhe aktiviteti fizik janë dy prej hapave më domethënës që duhet të ndërmarrin njerëzit që vuajnë nga artriti. Rënja në peshë zbut barrën e rëndë mbi gjymtyrë dhe ul nivelin e inflamacionit. Aktiviteti fizik i mban muskujt të fortë dhe ndihmon në lehtësimin e lëvizjes. Yndyrnat e shëndetshme janë thelbësore. Ngrënia e disa ushqimeve mundet të përmirësojë simptomat dhe të zbusë dhimbjet. Të dhënat shkencore tregojnë se ngrënia e salmonit apo sardeleve mund të zbusë dhimbje dhe të lehtësojë lëvizjen. Këto peshq përmbajnë acide yndyrore omega-3, zvoglojnë sasinë e substancave inflamatore në trup. Megjithatë, ngrënia e peshqve nuk mjafton. Pacientët që vuajnë nga artriti duhet të paksojnë sasinë e mishit të kuq dhe të konsumojnë vaj ulliri në vend të vajrave të tjerë. Ulja e kolesterolit. Sipas të dhënave, njerëzit që vuajnë nga artriti kanë nivele të larta të kolesterolit në gjak. Tërshëra dhe ushqime të tjera të pasura me fibër ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Mënyra të tjera për uljen e kolesterolit janë si më poshtë: 30 gram ara në ditë, 25 gram protein soje në ditë, antioksidantët. Artriti shfaqet si pasojë e inflamacionit të gjymtyrëve dhe indeve dhe shkaktohet nga substancat kimike në organizëm. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga artriti duhet të konsumojnë edhe shumë vitamin K. Ajo gjendet tek spinaqi, brokoli dhe lakrat e vogla. Ngrënia e shumë ushqimeve të pasura me antioksidantë, të cilat neutralizojnë këto substanca, mbron gjymtyrët. Vitamina A, C dhe E janë të fuqishme për të mbrojtur të gjitha indet në organizëm. Megjithatë, vitamina A gjendet te karotat dhe patatja e ëmbël. Frutat e freskëta dhe perimet jeshile janë të pasura me vitaminën C. Arrorët dhe farat janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C.